Herët avono, Gerta Manastirliu do të garojë me dikë nga opozita për kreun e Bashkisë Tiranë. Pyetja është se kundër kujt do të garojë Manastirliu. Në territorin e Bashkisë Tiranë, koalicioni Berisha-Meta ka psuar humbje të thella në dy garat e fundit elektorale, më 2025-ën dhe 2023-shin. Kështu më 2025-ën ky koalicion mori 57.000 vota më pak se Partia Socialiste në territorin e Bashkisë Tiranë, kurse më 2023-shin Belind Kolliçi mori 59.000 vota më pak se Erion Velia i PS-s. Në këto kushte, koalicioni Berisha-Meta duhet gjejë një kandidat të aftë për të marrë vota përtej sinorit të kurrur elektoral të dy zgjedhjeve të fundit. Ilir Ali Mehmeti është një kandidat i tillë potencial, por ai ka deklaruar prerë se nuk ka ndërmend të kandidojë për një gjysmë mandati bashkiak. Vetëm nëse procesi ligjor i shkarkimit Veliajt zgjat në përgjykata deri më 2027-ën, Ali Mehmeti mund të kandidojë atëherë. Jorida Tabaku është gjithashtu një kandidate që ka potencialin të marrë vota përtej sinorit të kurrur elektoral të koalicionit Berisha-Meta, por ajo ka deklaruar prerë se do t'i dedikohet deri më 2029-ën mandatit të saj si deputete e qarkut Tiranë. Edhe Agron Gjekmarkaj e ka potencialin të marrë vota përtej sinorit të kurrur elektoral të koalicionit Berisha-Meta, por ai ka deklaruar prerë se do t'i dedikohet deri më 2029-ën mandatit të tij si deputet i qarkut Lezhë. Belind Kolliçi, që ka qenë politikani më aktiv demokrat në Tiranë vitet e fundit, nuk ka gjasa të përsërisë gabimin që bëri duke kandiduar më 2023-shin në Bashkinë Tiranë, sepse një gabim i dytë do t'ia varroste përfundimisht ambicjet e tij politike. Dhe problemi është se çdo kandidat tjetër i mundshëm i koalicionit Berisha-Meta ka gjasa të marrë edhe më pak vota se sa mori Kolliçi më 2023-shin. Në një situatë të tillë të vështirë elektorale, koalicioni Berisha-Meta mund të zgjedhin opsionin e bojkotit të zgjedhjeve në Bashkinë Tiranë, nëse ato zhvillohen së afërmi. Dhe justifikimi në këtë rast do të jetë se ato nuk do të jenë të lira e të ndershme. Në skenarin e fundit, Manastirliu do t'i mbetet garojë vetëm kundër ndonjë kandidati të partive të vogla dhe ose ndonjë kandidati të pavarur. Ndryshe mund thuhet se i bie të zhvillohet një garë sa për statistik.